Mirëmëngjesi, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Reze Dielli, mirë se erdhët në programin tonë që do të shoqëroj deri në orën 11, so kemi dhe rubrikën Bima dhe Shëndeti, flasim për bimët, kombinime e çarat të ndryshme, të cilat na ndihmojnë në largimin e toksinave apo metalet e rënda në trupin ton, cilat janë kombinimet e duhura e padyshim. Do të mirëpresim telefonatat e tuaja për të bërë pyetjet me specialistin e bimëve mjekësore Dr. Ylli Merjan, ndërkohë në kuzhinë kemi receta të reja dhe sot, do të komunikojmë dhe ju urojmë javë të këndshme. Ka filluar vapa, më Albana, si do t'ja bëjmë. Më si e mbaj një së flokti, pa më thuaj një gjithë. Po ja, e mbaj kështu. Po mashallah ke flok. Po mashallah ke flok. Pastaj vapa vërtet është jashtë, por është dhe në çik shumë psikologjike. Unë kam shumë psikologjike, unë kam shumë psikologjike, e kam shumë fizike. Edhe këto dyshime në qere që kam, prap vapë më japin. Të bëjmë vapë, duhet mundojmë të gjemë. Shikoj, një nga mënyrat është dhe hidratimi, me qëra fjalla, për të përballuar vapën. Atë faktikisht, atë e kam i fitë problem, këtë hidratimin. Një problem. Kështu që duhet të rregullojmë këtë punë e hidratimit edhe tani në verë. Por, që t'ju sjellë në humor, ashtu si kur se jam edhe vetë, po një sufle me vezë, është që ëmbër, para 3 ditësh, para 3 ditësh u bërë ato mafishet. Pra pak a shumë është e tillë, por pak më ndryshe. Që t'jem pak më ndryshe, normalisht më duhet një furë para ngrorë. Regjia ka shmirë, atëre unë e kam në 200 gradë dhe kam 7 vezë. Të barrat e vezëve unë i kam veç. Këto. Të verdhat, veç. I kaloj. Më duhet të kem lëkur limoni. Lëkurën e grim, tipën e limonit. Nuk më duhet shumë. Dhe kemi kujdes gjithmonë në pjesën e bardhë, që mos marrin pjesën e bardhë të limonit. Deri këtu unë jam në rregull. Kaq më duhet që t'jetë e aromatizuar. E largoj dhe patjetër që edhe unë mos të harroj, nuk më duhet ta kap me furçë, sepse ne e dim shumë mirë. Që petet aty të gjalpi në gjysma, po thuaj se aty kalon. Jo me furçë, por e kap me letër që të ke mundësi ta punosh gjithë. Ta punoj, bravo, sepse dihet në disa ëmbëlsira duhet që gjalpi të jetë jo i shkrirë, të jetë i tillë. Nëse unë do të përdor furçë, dihet që qimet e furçës do ngrinë. Dhe mua nuk më duhet kjo gjë. Ja, deri në pjesën e lartë, sepse do jetë në formën e res. Sa e marrë shtruar, është një pecet një letër e pasur kuzhinë, e gjë që e lë këtu. Do të shtoj pakës qumësht në bazën e vetë. Filloj dhe rrah të bardhat e vezëve. Marengën. Rreth e vezëve. Nis me një nivel mesatar. Dhe më pas shkoj tek e larta. Aty pastaj do përzihemi me të tjera. Shtoj një prekje krip. Do kem për të shtuar sheqerin. Nëse ne e rahim me sheqer pluhur dhe jo sheqer kristal, është akoma edhe më mirë. Edhe pak dhe është gati. E rahim në nivel më të fortë, që të kemi atë pjesën që nuk, kur e kem bramsh, nuk derdhet, nuk shkëputet.
sufleja me vezët orbital. Filloj dhe shtoj një mas sheqeri. Është në formën e një reje. Një reje ku ka ditë e diell. Të diell ta qofshin ditët tona. Të diell ta qofshin. Shtoj gradualisht masën e sheqerit deri këtu. Vjetë që suflet e fanë këtë pjesën që duhet të... Shiko, doli kjo masa e duhur. Si ku kemi bërë, si zveprojmë për vezën e rahur, si zveprojmë për mafishët, si zveprojmë edhe për pavlovën. Por, mafishëve mund të shtojmë edhe pa kutull. Përse është gati. Ja një herë të shof. Po, besoj se është gati, se duke që është qite volumi. Urdhëro. Forma, jo. Urdhëro. Ti shofa të mbjeni. Nuk bie, jo. Jemi një tjetër. Nuk bie, se është shumë e sigurt ashtu. Kjo ishte pra puna e parë e sufles me vezët orbital. Helikat. 6-7 të bardha, ndërkohë i lexojmë në përbërësit e tjerë të bashku në recetën tonë të shkruar. Kemi procesuar, kemi sjellë pjesën e parë të punës, kemi rahur të bardha duke i kthyer ato në mareng dhe i kemi ndihmuar duke i shtuar gradualisht për ta ëmbëlsuar pak me sheqer pluhur, duke e trazuar dhe duke e shtuar dhe sheqerin. Ndërkohë përbërësit e tjerë i kemi në recetën e shkruar sufle e ëmbël me vezë. 7 të bardha veze, 2 të bardha të verdha veze, 60 gram sheqer, 15 gram miell, sheqer pluhur, i rimët. Për limoni mund të shtoni lëkurën e grirë të tij, gjalp që lyem tavën, pak qumësh në fund të tavës dhe ju e ndoqët këtë proces, e kemi këtu në tryezë, dhe sheqer pluhur sërish për pundrosje në fund fare. Tani filloj dhe rrah ndryshoj pozicionin të verdhat. Kanë edhe cipën e limonit për aromën, freskin, për të larguar aromën e vezës. E qoha sheqerin atje, nga që dojtë që pastroja vëndin. Për të marru. E ra dhe në zbardhje. Pak nga pak se krijohet një masë kremi. Shumë zhurmë, shumë e kemi njësur javën, në? Shumë zhurmë. Kjo është e nga jonë. Do mbyllet me qetësi, besoj. E largoj. Ka që është zhurma. Edhe zhurma nuk... Filloj dhe shtoj masën e miellit, por patjetër që ta fshi pak, sepse nuk më duhet gjalpi. Kjo është edhe masa e miellit. Se u bëja, unë bëta një një tip brumi. Pra, sepse është të suflia normalisht duhet mielli.
Dhe ku flasim për miell, keni olën. Unë kam marrë këtë të kuqe, që fryhet vetë, nuk ka nevojë për asgjë tjetër, më ndihmon patjetër për të marrë volumin. Do thoni ju volumin e ka nga veza, patjetër që e ka nga veza, por nëse unë e lë vezën, veza në fund fare do krijojë një si mas ujë në fund fare. Atëherë shtoj mielin. Këtë mas e shtoj gradualisht. Përzierja bëhet graduale, se masën e kam shuar direkt unë. Ka që më duhet. Me përzim, me spatulën, pa i ullur volumin. Avash, e vendosim pastaj në tavë dhe do ta pjekim. Do një temperaturë konstante, mesatare, jo shumë të lartë, të ngadalt, sepse është shumë delikate. E mundoj me përziem pak, që të marri dhe vezën, verdhën e vezës. Sikurse sepse ka mielin dhe mua më intereson mielli më tepër. Po. Ja, shiko. Gjithmonë lëvizjet e jenë ciklike. Ketë një përzierje e mirë. Besoj se faktikisht ka akoma nevojë për të marrë atë ngjyrën e një trajshme. Gati për ta vendosur. Si që është, pra kjo masa, kjo tava jonë është pak e thellë. Sepse e thellë duhet jetë. Edhe mban atë volumin. Ja, një sekundë. Opa. Ja, këto. Duhet të veprohet në qas, për faktin se kjo sufleja re, që është bërë marrë në këtë formë, me kalimin e kohës edhe nga temperatura ambientit, zë dhe fillon bie pastaj volumi. E largoj unë këtë. E vendosim edhe pjesën tjetër dhe pamjen përfundimtare. Do ta shohim deri në fund të gatimeve të tjera, besoj se do ta kemi në tryezë të pjekur, nuk i duhet dhe shumë kohë, si që pjekim një kek apo si që pjekim tavat të tjera, është pak më ndryshe dhe do më pak kohë. Kështu si që është e vendosim në furrën e para ngrohur, duhet jetë tek 180 ndoshta. E marrë dhe e vendos. Dhe ne bëjmë një shkëputje të shkurtër të mesazhit promocional dhe rikthehemi për recetën e dytë. Ju presim. Kemi në kuzhinë me recetën tjetër, e cila i përket ndoshta edhe drekës edhe darkës, një recetë plot. Kjo, e shohim pak një listë me përbërës të gjellës, një gatim me gjokë spule, po ashtu edhe me perimet të ndryshme, perimet që janë të sezonit, karot patate, kungull, pak ginger, hudhra, qep, piper, erza të ndryshme, gjokësin e pulës, por më të përmbledhur, e kemi recetën të shkruar si gjithmonë, për të ndihmuar fillimisht me leximin e saj dhe pastaj me procesin hapasapit të punës, si do të ndjekim. Spinaqin dhe selinon e kemi për më pas, apo? Po. Është pjesë e recetës, jo. Pra, një sup do t'jetë me perime. Po. Me pull, një gjokë spule. Një qep e vogël, 2 patate, 2 karota, 2 deg, 3 deg selino, 2 kunguj të vegjël, një grusht spinaq, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri, paprika, hudhër pluhur, një gjethe dafine, kuba supe, opsionale, gjingjefil pluhur ose gjingjer të freskët, pak majdanos, pak koper, pak piper, dhe do dalin një sup e shishme,
e shëndetshme, e mrekullueshme në shije. Tani shohim pak punën, procesin, përgatitjen, i kemi gati, perimet lara të pastruara, edhe një grusht spinaq, ja edhe 3 degët e selinos, që japin një aromë dhe një shije fantastike supave tona, patatet që është duke i përgatitur albana në kubik të vegjël, të grira në rende janë kungujt, jeshil, pashtu edhe karotat, të grira në copëza të vogla në rende. Këtu kemi gingerin e freskët. Pra, si fillim, shtoj, jo qepën. Kam qumshi që shtova pak më përpara dhe pak së ndyrë. Pataten e pres në kubik, sikurse selinon e pres imët. Selino si perime është me e forta këtu, sepse vjen mbas karotës. Karotën e kam ngri në rende dhe nuk do më marri aq kohë sa mendohet që të marri kur është e prerë në disje. Unë do shtoj vetëm një deg selino në varësi të masës që unë kam. Shtoj dhe pataten direkt. Pataten e kam futur në ujë. Unë isha gjithmonë pak skrip. Në të kundër për të ruajtur ngjyrën të gjitha perimet, për shembull i leni në sot dhe ruajnë ngjyrën. Një përzierje të duhur, patjetër që e ndihmoj pak të përzierje me pak fare gjallë. Do të shtoj masën e qepës, sikurse edhe masën e karotës. I përzije. Në recet ju keni kubik perimesh. Unë them gjithmonë largoju gjithmonë nga koncentratet, sepse nëse unë këtu kam zier, gjoksin e pulës ku për çfarë më duhet koncentrati, duke qenë se unë kam bulionin lëngër e përfituar nga mishi apo nga perimet, çfarë doni ju. Nuk më duhet lëngë perimesh, sepse vetë perimet do krijojnë atë bulion. Gjë që pjesa tjetër më e fortë është gingeri. Nuk më duhet shumë ginger, të pjesën tjetër e lë këtu dhe e krijoj në fletza. Në fletza, nuk shtoj shumë, duke shtuar shumë unë prish shien. Duke shtuar në tenxhere, jep nga ana vizuale duke sikur është patatja. Nuk shtoj ujë sepse janë vetë lëngjët e perimeve që krijojnë. Kripën gjithmonë, unë e vendos pak, a thu se s'kam krip. Shtoj mas piperi, sikurse dhe paprikën, që është piperi i kuq i ëmbël. Sërish krijoj një përzierje dhe fillojnë të shpërndahen aromat e duhura. Shtoj hudhrën që e kam pluhur për të larguar aromës të fortë, se kemi dhe aromat të gjithë që janë në punë, kam pak problem, gjë që krijojmë mundësinë për ta pasur në pluhur. Do të shtoj mas deri këtu, jo më tepër. I vë kapakun. Dhe merrem me spinaqin. Spinaqi do pak më... Nuk është se më duhet edhe shumë spinaq, po. Do të shtoj bishtat e spinaqit më përpara. Janë më të forta. E pjesën tjetër të gjetheve, normalisht, pak më vonë. Kur më vonë, kur unë të shtoj bimët aromatike.
Po, janë bashkë ato. Duan shumë pak kohë, e pres imët. Këte nga suflea jemi mirë, ka marrë ngjyrë është... Nuk hapet fura, Jo, se se nga bje bje masa. volumi. Kjo ishte pra receta e dytë, një supë, një gatim me perime dhe me lëng pule, bashkë me aromat dhe bimët aromatike të Shtoj kungullin. dështuara posaçërisht për t'i dhënë shije recetës. Kungulli i gririmët. Sikur se do të shtoj dhe bishtat të spinaqit. Me spinaqin, mere më vonë. Po, spinaqin dhe bimët aromatike, koperi për shembull, që e kishte dhe receta në. Shtoj dhe pjesën tjetër të lëngut. Dafinën dhe me të gjitha, unë këtu mbarova punë. E në këto ditë në vap, recetat e dura janë këto supat me perime. Sërisht, E lëm të zjej, i vëm kapackën do zjej gradualisht dhe pastaj dhe shtojmë me shtoj, këto në të njëjtën kohë shtoj edhe kërcet kërcet e koperit që janë më të forta dhe i shkojnë më shumë paralel me perimet e tjera, për sa i takon kohës së zjerjes. Një përmbledhje të supës pulës me perime së bashku dhe lëm të zjej për t'ja u serviru më pas. Një gjokë spule, një qepe vogël, 2 patate, 2 karota, 3 dek selino, 2 kunguj të vegjël, 1 grusht spinaq, 2-3 lug vaj ulliri, paprika, hudhër, dafin, pulën që do ta zjeni, nëse s'keni do ta keni kubikët e pulës, po më mirë të keni pulën e freskët, të xhinxhefil pluhur ose të freskët, pak majdanos, kripë dhe piper ose koper ose nga bimët aromatike. Është zgjedhja e gjithë secilës prej anvisave. Tani bëjmë një pushim tjetër, pak reklama, na rikthejmë përsëri në kuzhinën tonë me recetën e tretë. Mirë se u rikthyet në pjesën e fundit, jemi në gatimin e tretë. Kemi nisur me një sufle të ëmbël me vezët tona Ovital. Kaluam te supa, tani çfarë do gatuam? Tani bëjmë speca me gjysmë. Super. Domatet po rahin. Tek specat kam domaten që e kaloj në blender. Shtoj masën e salcës. Dhe hudhër, të shikojmë që këtë bërësit fillimisht. Speca me gjizë është receta, por do t'i vendosim në një shtrat salcë, që po përgatit Albana tani. Pra salcën, shtratin me domatet, me salcën, me pak hudhër, me borzilok, vaj ulliri dhe krip, që është pjesa e dytë e recetës, pra pjesa e salcës. Dhe pjesa tjetër pra e specave të gatuara, do të kemi 6 speca jeshil mesatar, 200 gram gjizë, 100 gram djath të butë, krem djathi 80 gram, një thelpi hudhër e grirë dhe 1 lug çaj krip. Dhe salcën, si që të regova, pra me domate, me salcë, me borzilok, hudhër, krip, piper për rregullimin e shijes. Bëj ndarjet e specit në ishe dhe atë Niki? Të eqim suflen se... Pra në formën e një tëje. Taf. Si që kemi mësuar. Në gjeometri. Largoj sërisht. Solla suflen. Si një buk duket. Tëpse ashu është, faktikisht. Mbetur forma, fryrja, dhe po ta lëmë të kulloj, dohet pak, dhe ta shijojmë. Pra, 2, unë do të bëj 4, se nuk do bëj 6. Dhe kemi gëshetuar në që të kuqet me jeshilet. Farën, edhe këtë tjetërën.
Është shkoj forcë zakonit, shkova për ta... O, për maje. Ja. Tani. E bimë aromatike, se s'kemi si t'i ndërtojmë ndryshe recetat tona, e kemi shumë të domosdoshme bimët. Një pjesë që e mbyll edhe gatimin e supës. Dhe pjesën tjetër do t'a shtoj. Se kemi dhe gjizën dhe djathtin. Do të shtoj pjesën e gjizës dhe djathtin e bardhë. Një përzierje që e ndihmoj me vaj. Pakos fare krip dhe e punoj. Po të doni mund shtoni kos, mund shtoni sheqer, pakos fare të... Tek salca. Të salca. Për aciditetin. Unë e shtoj direkt masën, këtu. Tek tava ku do të vendosim specat, se thamë që këtë një shtrat. Një masë kripe dhe masën tjetër këtu të supa që e ka mangut. Pra këtu kishim edhe domate të kaluara në blender, edhe salcën, pastaj aromatizojmë. Shtoj kokrat e piperit dhe filloj e merrem do t'i mbushim mbushjen e specave. Furrën e kemi të parangrohur, pa tjetër. Do thoni ju nëse s'është e parangrohur, do ngrohet. Jo, është parangrohur nga sufle. Janë gatimet të sezonit këto, duam s'duam do gatuhen specat me gjizë, të mbushura, fërges, në forma të ndryshme, sepse duam që t'i marrim më të mirën sezonit, edhe kur jetë kulmi i prodhimit të tyre, perimeve të ndryshme. Dhe na shkon në mend që të konsumojmë qa janë perime dhe frutat stinës. Po. Larkë qoftë, me që shtatë zana. Po të një nepsi bënd vetëm, jo vetëm kur jetë. Po unë nepsin e kam në një nivel, dëgjoj, po për ato që gatua, jo për ato që nuk janë në stil. Ja. Nisë edhe një nga pyetjet më të shpeshta që edhe mua më bëhen nga anvisat është kjo që nepsi mojësia bëni aty të kuzhina, kush qysh tek... Po, kush janë ato ushqime? E keni parë që çdo vit unë kam rënë nga pesha në këtë sezon. Këtë vit i kam shuar më tepër gojës edhe... Mendosh që unë në kuzhinë kështu në këtë profesion, që po i për kaq vitet kam kalu dhe një shtatzani. Mendosh si mund të jesh me nepsin. Por e mbledh veten njeriu, Albana, kur do ta kalosh edhe këtë fazë. O nuk e mbledh me asnjë gjë, të jem e lumtur dhe ta jetoj ditën time si ditën e fundit të jetës time. Unë jam e këtij parimi. Mëso dhe nxë në dije pa limit moshe. Pastaj të tjerat. Ja u them gati. Pakës vaj dhe direkt në furrë. E shiko si ra dhe volumi bukës? Po, ra volumi suflesën e tham këtë gjë që e tillë do t'ishte, do të kulloj ose do ta nxjerrim nga tava, shlyer mirë me gjalp, kështu që s'besoj se do të ketë vështirësi për ta nxjerrë në momentin tjetër. Dhe ja tek e kemi një variant të gatimit të specave në shtrat salce. Në mbushje kemi vendosur gjizën, një gjizë çfarëdoshme, koperin dhe djath të ngrirë imët. Mund t'jetë djath i but, djath kaçkavall, etj.
3 speca mund të bëni një tavë më të madhe për familjen dhe mund të jetë një vakt i lehtë, i thjesht në ditën tuaj. E vendosim tani? Dhe sa kohë kemi, më thuaj? Vazhdojmë kohën. Po ja, shife, një 4-5 minuta. 4-5 minuta? Dhe e mbyllim për sot. Dhe, Fleja, supa me perime dhe pull. Po tani çfarë do bëjmë? Ja, tek perimet, se mua më pëlqen që vazhdimisht të jem. Si mund të mbajmë perimet dhe kavanoz. Po, kemi sjellë dhe janë shumë variante të zgjatjes së kohës perimeve të ndryshme. Kemi sjellë specat, kemi sjellë frutat, se si mund t'i ruajmë për një kohë më të gjatë. Tani një tjetër variant, si do t'i fermentojmë apo jo? Pa tjetër. Të zëmë si turshi. E shpallim të hapur periudhën që fillojmë dhe eksperimentojmë me shijet në kombinimet të ndryshme të tyre, të perimeve. I lë pak sa të më zbuten. Po, zbuten në ujë të vluar. Kam vendosur vetëm bishtajat. Një zbutje, shtoj, piper, krip, dafin, të gjitha me radhë. Krip, dafin, piper? Të gjitha me radhë. Masën e uthullës. Brokolin në boqe. Kemi shumë kujdes. Si që tash, larja me sodë ose me krip është gjëja me e mirë, sepse... Edhe i ruan gjyllën dhe i pastrona, ishpa pastërtit. Shpesojmë dhe pesticidet apo elementet e tjerë që ushtohen, dhe ndërko, një panoramim. Op, të gjitha. Vërari që brokoli nuk e kalove tek ujë nxehtë. 25 djeks. Edhe specat nuk i kam kaluar. Le të marrë një trip... Opa. Pra të tenxherja, nëse e shohim nga sipër, këtë tenxherja në ujë të nxehtë kemi shtuar perimet si barbunjat, karotat, kungulleshkat, krip, piper, dafin, uthull. Bishtajat e pa që unë i kalova, sepse dhe bishtajat janë në rregull këtu. Karotën. Masën e dafinës. Kam dhe një bishtaj tjetër këtu. Dale. Edhe tani pra janë ngjeshur mirë të gjitha perimet. Na i mori gjithë kavanozi, menduam se ishte i vogël, por mori gjitha ato perime. Do të shtoj, së është e nxehtë. Derisa të mbulohen të gjitha perimet ja, deri në krye. Edhe e nxehtë goxha. Ja ku bë dhe ruajtja e perimeve, pra perimet të konservuara, edhe një përmbledhje do t'ju tregojmë. Vendos? Edhe majdanozin, Majdanozin. Është i nxehtë. Dhe dafina këtu. Një puthitje mirë e kapakut. Okej, duke qenë se është e nxehtë dhe pak nga vujt e ujit të nxehtë, kapaku puthitet në mënyrë hermetike dhe perime do të qëndrojnë për sa ditë para se të ne të vendosim për t'i hapur dhe t'i shijojmë. Po një javë? Një javë duan. Patjetër, sepse dihet që perime do të jenë pak në dollap. Edhe pak kërc tjetë perimja.
Ja, kjo ishte një formë, një mënyrë tjetër e ruajtjes së perimeve, perime të konservuara, perime të ndryshme, të gjitha llojet në fakt. Ja, ma e 5 sekond këtu. Edhe mashurkat, edhe brokolin, edhe karotën, edhe ja lista e perimeve që ne përzgjodhëm. Merr një ca thelpinj hudhër, spec djegës, uthull, ujë, kopra piperi të zi dhe gjethe dafine, pjesa e marinimit të këtij kavanozi me perime të ndryshme të konservuara. Mirë, edhe një procesi do të ndiqni gjatë ditës, kur ne t'i postojmë në kanalin tonë në YouTube, kemi specat në furrë, në shtratin e salcës, po piqet, bushra me gjizë dhe me djathë, supa me perime dhe me pulë, në perime të vogla, të gjitha llojet e perimeve, perime të konservuara dhe sufleja. Të gjitha do t'jenë të postuara më vete në YouTube-in tonë, në kanalin zyrtar të Reze Dielli. Në ndiqni aty, na klikoni dhe sigurisht ju mirëpresim të komentoni. Ndërkohë, të lumshin duart. Faleminderit. Shemi nesër me të tjera gatime, i keqare dhe sot, plot ngjyra perime të sezonit, me aromë të mirë dhe me shije fantastike. Do të shihemi nesër me Albana në kuzhinë, ndërsa pas fleshit informativ, vim me Bima dhe Shëndeti. Ju pres. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti. Ja ku takojmë sërish, doktor Ylli, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kemi, javë të mbar. Gjithashtu edhe juve suksese në amplifikimin e punës tuaj. Dhe unë të falenderoj shumë, doktor, se përveç se diskutojmë tema të ndryshme që lidhen me shëndetin dhe si dhe çfarë na ofron natyra për rregullimin e gjendjeve të ndryshme shëndetësore, kujdesi juaj i veçantë është dhe në sjelljen e natyrës këtu në studion tonë, një copëz natyre me bimë të freskëta, me trëndafila, dhe mbi të gjitha. Dje isha në Progonat dhe kur po ktheshim në Qesarat, doli një Novruz Bak aty dhe më thot, ktheu në kopshtin tim, tha, mbushu me bimë dhe lule dhe çoja një reportit. Dhe me vërtet ati kishte shumë, po ne morëm pak prej tyre. Faleminderit shumë, e përshëndesim edhe zotrin, nëse është duke na ndjekur. Sot do të flasim për, ja t'i çojmë edhe pak në këmbë këto çaj këputje, çaj hisre, për temën tonë e cila lidhet me pastrimin e trupit, me detoksifikimin e trupit. Ndjehemi të nglodhur, të ngarkuar, shpesh flasim se si të heqim toksinat që kemi grumbulluar në trup. Ju e përshkruat shumë mirë pak më herët se si ndodh në ngarkesën tonë të madhe, si ndodh kjo ngarkesa e madhe, sa të lodhur ndihemi, shpesh këto simptomat e ngarkesës me toksina ngatrohen me gjendje të tjera, me lodhje që lidhen me punën, por nuk e kuptojmë që jemi të ngarkuar me toksina. Është sikur një pemë të ketë shumë pluhur, apo një lumë, siç e përshkruat ju, të ketë shumë të mbushet ai lumi me atë lumin, po plus kësaj të mbushet edhe me drur, me gur, të cilat vinë ndoshta nga pirësitë e shpateve malore. E kështu ndodh me të vërtet edhe kur trupi i njeriut pak e nga pak, në mënyrë të pakuptimt, mbushet me elemente toksik, mbushet me metale të rënda. Pavarësisht se kush mund të jetë ai për shembull, po kjo mbushja në mënyrë graduale dhe të përshkallëzuar mund të krijojë problematikat në organizëm. Doktor, problematika lidhet me disa simptoma, disa shenja. Po asnjëherë kjo nuk e lë pa e dhënë nga një shenjë, nga një simptom, le ta quajmë, në trupin tonë. Kështu që përveç se simptomave çfarë ndjejmë kur jemi të toksifikuar ose të ngarkuar me toksina dhe metale të rënda, do të kombinojmë dhe disa bimë, çajra, të cilat na ndihmojnë që këto toksina t'i largojmë nga organizmi. Po ta nisim fillimisht me shenjat, me simptomat, kur jemi kaq të ngarkuar me toksina. Çfarë ndjejmë? Pra, ne mund të marrim qoftë nga rrugët respiratore, pra një mbushje edhe me metale të rënda që mund t'i marrim nga rrugët e frymarrjes, siç është nga tymi makinave kështu me radhë, mund të mbushemi nga ato produkte që ne ham dhe nuk e dim për shembull se në çfarë tokash është rritur ai produkt, ato ka aluvionale apo ku ka prurje metalesh të rënda ose disa bimë që i japin shenja, siç është ajo bima e aluminit që kjo tokë ka alumin në brendësi dhe është një lule e verë që e njohin këtu nga zona e Pogradecit, e kështu thonë kjo është lulja e aluminit. Pra,
po ta njohim pak bimësin, ne do të dim të mbrohemi edhe prej saj. E në qoftë se neve qëndrojmë, si thuash, anash kështu nën të rrugës së makinave. Kemi një dyqan dhe detyrohemi të dalim jashtë, futemi brenda e kështu me radhë. Detyrohemi që nëpërmjet mushkrive ne të fusim toksina në trup. Nëpërmjet ushqimeve që ne mund të ham, për shembull, një diçka e konservuar, një diçka me sheqer shumë, një diçka që e ka mishin e grirë dhe s'dim se çfarë kemi më në brendësi të saj, pijet e ndryshme që mund të marrim, pijet energjike e kështu me radhë, që të gjitha që kanë diçka brenda që pak e nga pak grumbullohen, e mbi ngarkon organizmin, por që të lidh, si thuash, me atë dëshirën për ta përdorur, për ta pirë këtë produkt, mundet që neve në mënyrë të përshkallëzuar marrim më shumë toksina se sa vetë trupi ja shqit prej tyre. Kështu që kjo diferencë do të na ngarkoj pak e nga pak. Edhe një gjethe, edhe një pemë, edhe një lule në shtëpi brenda ose në oborrin e shtëpisë, nuk i bëhen ato gjethet kështu si të vyshkura ose si të pluhurosura. Jo, ajo pak e nga pak, si thuash, e mbulon atë dhe këtë pemën, këtë lulen, këtë bimën, ajo e pengon në atë fotosintezë, në atë frymarrjen e saj që bën. Dukja e njeriu me bimën, ndoshta nuk është se njeriu e vë re tek bima këtë gjë, por kur bie një shi, sidomos ai që bie kështu but, dhe pas kësaj ne veshojmë gjethen plot shkëlqim, atëre ne do nënkuptojmë që shiko, siç pastrohet kjo bim nga ky shi i but, po kështu ngarkohemi edhe ne me toksina. Siç është kjo, ja unë e kam marrë këtë gjethen e gingos së bilobës për të treguar. Shiko këto njollat ose si gjurmë të një pluhuri pas një shiu, le të themi, të ngarkuar me lum. Atëre, kështu dashur pa dashur, bëhet edhe organizmi jon, kur ne nuk dim që të marrim për shembull dhe të mbrohemi. Ne kemi pat një rast që ishte i ngarkuar me toksina dhe metale të rënda dhe djersa e tij, rrobat e tij vinin era, e mban mend ai nga lushnja kështu? Pra, zotëria nga lushnja që riste dhe bananet në oborrin e tij. Po pse e rriste atë banane? Thjesht në fillim si rastësore dhe pastaj gjethet e bananes, ashtu si shpatat e gjatha, vrisnin e prisin mbi këto toksina, në kuptim figurativ, dhe e bëri trupin e atij sikur të ishte dikur i ri. Pra i hoqi atë erën e tymit, atë erën e asfaltit që i dihej, ajo djersa me erë të keqe, ju pastrua pak e nga pak. Pra këtu ndërthurin pak dhe këto simptomat, pra era djersës na është një paralajmërim me era keqe, është një lloj ngarkese të trupit. Pra edhe këto fryrjet e barkut, të zorëve, kjo debulesa, kjo lodhja, çohemi në mëngjes si të lodhur, mund të kemi shenja të tjera, fryrje këmbësh, ejtje këmbësh, saqë edhe çorapet shumë herë lën atë shenjën e saj si unaz dhe njerëzit presin atë elastikën e çorapeve për të qenë më komod. Jo, duhet vrarë mendja. Ku po toksifikohemi? Cilat organe duhet ndihmojmë neve që të ma bëjnë këtë detoksin në organizëm? Po organet përveç mëlçisë, cilat janë që luajnë një rol ose kombinohen me njëra tjetrën? Mëlçia në këtë rast është ajo furra që djeg këto toksina dhe që i zbërthen këto metalet e rënda dhe i bën të lehtësisht të asimilueshme dhe të absorbueshme nga organizmi, jo të metalit të rënd, po ndoshta të kriprave të tyre, ose realizon atë jashtëqitjen e tyre. Pra, ose kjo do të bëhet diçka e nevojshme për organizmin, po jo këto metalet të rënda, po metalet e tjera, ndërsa këto ajo të na ndihmoj fuqimisht për t'i jashtëqitur, si thuash, të lidhet me to ngushtësisht dhe të dalin jashtë nëpërmjet zorëve. Kjo është e para, domethënë mendja menjëherë ne na shkon tek mëlçia. Por nuk është vetëm kjo që ruan këtë ekuilibër dinamik të trupit. Pra, sigurisht është e para kjo, por kemi edhe organet të tjera. Për shembull, janë mushkrit. Këto largojnë ato toksina që avullojnë lehet, si thuash.
jo metalet e rënda, po ka plot të tjera, të cilat gjatë frymarrjes dhe frymëzjerjes heq një pjesë të mirë të saj. Por kemi prap një organ tjetër i cili është me të vërtet si ai lumi i vrullshëm që e pastron në mënyrë rrënjësore shtratin e tij dhe që e bën lumin në pranverë të eci qetësisht në atë shtratin e tij të pastër. Po kush është kjo? Është djersitja. Pra shumë njerëz zgjedhin saunat, djersitjet me vrap apo në palestra. Këtu të ndalojmë. Drita që na zgjon këtë vërshim është vrapi. Le të kemi çfarë do moshe të duam. Qoftë një vrap në një pistë, pa e nxituar, qoftë një vrap në kushte shtëpie, ecje shpejt vrap, ecje shpejt vrap. Nuk ka rëndësi mosha, ai çfarë, 80 vjeç ti jesh, ka mundësi të vraposh, s'do e bësh 100 metra për 14 sekonda, po e bëje për 20. Po mjafton që të qarkulloj gjaku vrullshëm, të marri të vërë përpara ky lum gjaku i kuq të na vërë përpara këto toksina dhe t'i nxjerrë në poret e trupit. Pra, në këtë rast, lëkura na shërben me të vërtet si një detoks i mrekullueshëm. Është organimi i madh në trupin tonë, duke u djersitur përmes poreve. Por le të kuptojmë për shembull, sikur në një pyll këputen gjethet e verdha dhe kanë rënë për tokë, dhe ato gjethet verdha të kalben në pyll e të bëhen humus. Ndërsa tek njeriu nuk ndodh kështu. Këto toksina që janë tamam si ato gjethet e verdha, po të kalben në trupin ton, krijojnë problematika të tjera. Pra mund të më ushqej një smundje tjetër, siç është myku, po mund të më ushqej ndoshta edhe ndonjë smundje të keqe, tumorale. Atëherë, këto gjethe që zverdhen, po e flasim në kuptim figurativ, dhe bien në zorët tona, nuk duhet të dekompozohen të bëhen ple, por duhet të pastrohen, të jashtëqiten. Atëherë, nëse zora e trash dhe zorët e holla nuk na funksionojnë mirë, atëherë kjo feqja që do të qëndroj për një kohë të gjatë, për shembull 48 orë, 72 orë kështu me radhë. Edhe kjo është një pa diskutim që kjo është një predispozit që organizmi të mbledhi nga këto toksina që ndodheshin në ujin e feqes, pra në vend të jashtëqiteshin, futen në gjak dhe toksifikojnë edhe organet e tjera. Edhe njeriu ndihet pastaj ashtu i lodhur, i kaputur, i fyr. Patjetër. Pra do t'jesh si i toksifikuar, po ndoshta pa e kuptuar se në çfarë faze jemi, në çfarë gjendje jemi, ose kush ishte me të vërtet shkaktari. Por po të eci më tutje, një rol shumë të rëndësishëm kanë edhe veshkat. Ato veshkat si 2 motra të vogla që janë punëtore të palodhura dhe punojnë tërë natën, si thua ato e pastrojnë gjakun dhe ja rikthejnë gjakun organizmit të pastër dhe të shëndetshëm. Atëherë, duhet i ndihmojmë edhe neve këto në mënyrë që ajo urina që të dali, që të ma pastroj gjakun, të jetë si thua plot me metale të rënda dhe plot me toksina. Atëherë, nëse ne e bëjmë këtë gjë, organizmi patjetër që do të toksifikohet. Atëherë, ky detoksifikim që bëhet, nëse nuk na funksionon mirë sistemi nervor, se ne do të kemi mungesë përqendrimi, mjegull, truri. Po ishte truri i mjegullt, do të thotë që truri po më kontaminohet, po më ngarkohet me toksina, me metale të rënda, sidomos ai alumini kur grumbullohet kështu. E pra, ne duhet vrasim mendjen, pse jam si i lodhur, si i drobitur sot? Pse nuk po ruaj ekuilibrin, pse iki kështu si majtas djathas? Po, shumë njerëz i ndatrojnë të shenjat këto simptoma. Ja vën ngarkesës së punës, vapës, lodhjes, ngarkesës stresit e me radh, dhe harrojnë ose e neglizhojnë këtë pjesë dhe nuk merren me ngarkesën e toksinave në organizëm. Po, me largimin e tyre. Atëherë, edhe sistemi nervor me të vërtet luan një rol të rëndësishëm, sepse një tru që është i qetë organizon punën në mënyrë të sinkronizuar. Një tru që është si kur fryn murlanet në të, ai është si i trëmbur dhe gjithë sistemi nervor pritet thot kur të mjepet alarmi si ai ushtari që shpejt dhe shkon në front. Kështu mbetet edhe truri dhe harron që të bëj me të vërtet atë detoksifikimin e trupit. Të
të organizoj punën mirë, të melqia, të veshka, të gëzorët, të lëkura, që të tëra këto të punojnë si një vetme për largimin e toksinave dhe të metaleve të rënda. A është e mundur që të largohen toksinat që trupi të pastrohet një herë mirë dhe sa kohë zgjat nëse... Po, sigurisht që është e mundur, edhe vetë organizmi nga gjithë kjo bioflor e gjelbër, nga ky alkimist i mrekullueshëm, ditë zgjedhi ato produkte të cilat, dashur pa dashur, ndoshta edhe pa e ditur, këto do të na bëjnë me të vërtet largimin e toksinave dhe të metaleve të rënda. Po. Pastaj do të ndalemi patjetër te secili prej elementeve që bëjnë të mundur këtë pastrim, por do doja fillimisht doktor Ylli që të tregonim nga i marrim të toksina. Është ndoshta një pyetje e thjeshtë, por janë disa mënyra që ndoshta nuk na shkon mendja që vërtet ne po na ngarkojmë me metale të rënda. Si ngarkohemi me toksina dhe metale të rënda? Po. Në çfarë mënyrë? Ne jetojmë në një ambient që ka shumë lëvizje, është një qytet dhe dinamik dhe jetojmë në kohët moderne. Atëherë, ty makinash që na kanë bërë më komod, por na kanë rritur më shumë rrezikun e shëndetit. Po patjetër. Pra, nëse ne do të shikojmë ajrin, ai ka në brendësi të tij okside të ndryshme, ka në brendësi të tij gazra të ndryshme, të cilat ne dashur pa dashur do ta thithim me hund. Një pjesë e tyre lën gjurmë nëpër këto alveolat e mushkërisë dhe kanë atë veçorinë që të hyjnë në qarkullimin e gjakut. Janë të vogla mikroskopisht, të pa dukshme, gati, kështu që neve ngarkohemi nga rrugët e ajrit, ngarkohemi nga një pije që mund ta marrim, që në brendësi të saj janë disa kimikate, ndoshta të pa dëshiruara nga organizmi. Kemi marrë për shembull një deodorant të cilin e ka prodhuar një firmë, dhe aty ka futur ai disa përbërës kimik, që dashur pa dashur, po edhe kjo dhe futet në organizmin ton. Po kremra të ndryshme, për shembull që përmbajnë substanca të ndryshme kimike, njëra që ujin ta bëj sikur është krem, njëra që sikur ai ujit që është aty të mos na zër myk, njëra të më bëj atë konsistencën, e shumë pak mund të themi janë me të vërtet përbërësit aktiv të kremit që t'i japin lëkurës atë butësinë e tij, t'i japin atë qetësinë, ose të zbusi këto lëvizjet e artikulacioneve në përkyqe. Dhe jetojmë një kohë ku produktet kozmetike po shumë prej tyre janë në masë dhe janë të pa, me të vërtet, të pa testuara klinikisht. Ne për të testuar kremrat na është dashur një punë gati 2 vjeçare në një shtet të BE-s. Ndoshta dikush tjetër nuk pret për 2 vjet se thotë sa të bëj unë këto, e humba tregun, e humba kohën. Atëherë, mirë është që këto gjëra të bëhen, që këto përbërës, këto substancat të këtij kremi, a bëjnë dëm në organizmin e njeriut apo jo. Pra, ja edhe nga këto mund ta marrim, po e marrim nga ushqimet e ndryshme. Pra, përmendëm që jetojmë në kohë moderne, edhe ato produktet ushqimore çfarë nuk mund të kenë aty në brendësi, që ndoshta një pjesë e mirë e tyre, ndoshta mund të jenë të pa certifikuara se çfarë efektesh negative do më kryejnë në trup. Atëherë, që të gjitha e shikojnë që, si thuash, atë produktin ushqimor ta bëjnë si ajo nusja, të bukure, të lyre, të ngjyrosur, që të na bëjë të varur, që ne ta kërkojmë prapë, po që ta kërkojmë këtë të mirën gjasme. Por ne nuk e dim që kjo që ne ham, që konsumojmë, a ka për shembull metale të rënda? Dikur qarkullonte një sod buke me alumin, kështu. Dhe kur e shkrinim ne në ujë, e treguam dhe provën këtu. Shiko, kjo nuk është e mirë për njeriu, sepse ka këtë efekt në organizëm. Pastaj në kohët që jetojmë, sëmundjet që janë shtuar, le themi, ushqehen sëmundjet nga këto. Ushqehen sëmundjet nga këto. Nga këto përbërës, edhe sëmundjet ushqehen. Shumë sëmundje, shumë barna nga ana tjetër, sigurisht që kanë ngarkesën e tyre. Po edhe këto japin atë ngarkesën e tyre dhe mëlçia do të duhet që të bëj një tjetër punë, të lodhet më shumë, që këto komponent, këto substanca kimike, si që e përmenda më parë, ose ti zbërthej në përbërës që
po t'i marri organizmi të mos e dëmtojnë, ose të marri për shembull t'i çojë nëpërmjet duodenit, pra nga tëmthi në duoden, t'i ikin zorët e holla dhe të largohen të jashtëqiten. Po prapë edhe këtu do të na duhet një diçka tjetër, që zorën e trash ta kemi dhe zorët e holla t'i kemi sa më të shëndetshme, t'i kemi pa inflamacione, në mënyrë që kur të vinë këto mikroelemente në për paretet, në për mukozën e zorës, hollë ose të trash, ajo të mos në depërtoj që të hyjë në gjak. Ajo ka mekanizma si çelësa që i kape dhe i fut brenda, por këtë mos ta kapi asnjë lloj çelësi. Por cilat janë ato përbërës, element të natyrës, apo jo, të cilat i kapin këto toksina, i kapin këto metale dhe i nxjerrin jashtë, kështu që t'i mësojmë menjëherë pas kësaj pauze, pas publicitetit, për të treguar edhe një përgatesë me elementet që na keni sjellë doktor, dhe për t'i ndihmuar sadopak ata që duan të bëjnë një pastrim të trupit, një detoksifikim të këtyre toksinave apo të metaleve. Kështu që na ndiqni pas publicitetit për këtë pjesë. Gati tani për disa kombinime bimësh, çajrash për të larguar toksinat nga organizmi, për të bërë një detoks të tij dhe për të ndjerë më mirë mbi të gjitha, për të larguar ato simptoma që na lidhen pikërisht me ngarkesën e trupit me toksina metale të rënda. Le ti përmendëm mirë fillimisht këto bimët që kemi këtu, për çfarë bëhet fjalë? Për shembull aty ju keni ginkgo biloba. Atëherë, kjo është ginkgo biloba, e cila qetëson shumë mirë sistemin nervor dhe bën që kjo të na ndihkojë fuqishëm në gjitha organet e tjera. Njëkohësisht na ndihmon edhe në uljen e kolesterolit. Është një bimë që rritet në Shqipëri. Të tjera bimë me radhë që t'i prezantojmë për publikun. Atëherë kemi barin e bletës. Qetësues gjithashtu. Është një qetësues, pra ne do të marrim, si thuash, 2 bimë që mund t'i bëjmë një kombinim ose 3 dhe mund të bëjmë një zgjidhje inteligjente, që do të thotë, nëse kemi në shtëpi bar blete, që ka edhe anës kopshteve, gardheve, kështu me radhë. Nëse kemi dhe gjethen e mëllagës së zezë, malva silvestris, atëre, shumë mirë mund të bëhet një çaj në kushte shtëpie, e cila të më ndikojë së pari në largimin e gazrave nga organizmi. Po funksionoi mirë sistemi tretjes, po u zvogluan ato infeksionet, ato inflamacionet, skuqet, le të themi, në brendësi të zorës, trash dhe të zorëve të holla, mundësia për t'i përthithur këto metale të rënda në organizëm është me pakët. Atëre, ja, le të bëjmë një çaj, për shembull, që të tregojmë se si neve në kushte shtëpie mundet që të ndihmojmë në largimin e këtyre toksinave nga trupi dhe të metaleve të rënda. Duhet theksojmë edhe një fakt tjetër që metalet e rënda largohen lehtësisht nga trupi edhe në qoftë se ne do të marrim për shembull dhe do të përdorim edhe këto ushqimet që kanë fibra. Ato fibrat lidhen me to dhe jashtëqiten të dyja së bashku. Dhe ato ushqime që kanë kripra të sqyufurit, siç është për shembull hudhra. Edhe hudhra na ndikon fuqishëm në këtë drejtim. Atëre, si mund të veprojmë? Pra, mendrën, barin e bletës, edhe mëllagën e zezë. E hedhim kështu siç janë ato, i lëmë afërsisht 10 minuta në ujin e ngrohtë, kullohet dhe ky është një çaj që na ndihmon në largimin e gazrave nga zorët dhe përmirëson sistemin e tretjes. Njëkohësisht, milca edhe mendra e butë janë pa diskutim bimë që na përmirësojnë shumë mirë funksionin e mëlçisë. Në ujë të nxehtë, sa do t'i lëmë edhe një 10-15 minuta. Mund të merren 2 gota në ditë. 2 gota në ditë. Po, kalojmë tek një kombinim tjetër. Dita është mirë që të nis tek ky grupim njerëzish duke pirë ujë, pak mjalt dhe limon. Pra, edhe një njeri nëse nuk pi ujë gjatë ditës, 1.5 deri në 2 litra edhe nga ushqimet e nga këto, është një mundësi që ky të ngarkohet me toksina për faktin se nuk po më shplahet mirë gjaku. Dhe tash le të vemi tek një përgatitje e një çaj detox në kushte shtëpie, po sigurisht duke shkuar që nga jugu në tërë teritorin e Shqipërisë dhe duke marrë nga pak. Atëre, bima e mështeknës
është e mrekullueshme pasi më nxit dhe përmirëson funksionin e veshkës, nxit urinimin. Po të njëjtën gjë do të më bëjnë edhe gjethet e radhiqes, të cilat më përmirësojnë mrekullisht mirë funksionin e mëlçisë, por njëkohësisht nxitin edhe epiteli renal të veshkës që të largojë këto kriprat dhe toksinat nga urina. Pra mështekna dhe radhiqe këtu brenda? Pra janë dy ndër të parat. Hithra është, mund të themi, një nga bimët më të fuqishme që i bën trupit një detoks të mrekullueshëm. Ato gjethet e saj të mbushura me ato gjembat plot me atë. Pra ne mund ta thajmë Ithrën dhe ta kemi për ta përdorur? Po, që mund ta ruajmë, po. Mështekna, hithra dhe radhiqe. Pra, jo vetëm acidet organike, por edhe ato acidet klorogjenike na ndihmojnë më së miri që tek hithra neve të marrim të kemi një mbështetje shumë të mirë në drejtim të pastrimit të organizmit. Pra, nxit urinimin dhe njëkohësisht largon toksinat nga trupi. Kemi sjell të re gjineshtrën. Është ajo bimë që tashtin zverdh pothuajse shpatet e kodrave dhe të maleve. Është shumë e bukur. Gjineshtra, po patjetër, jo vetëm që na ndihmon në përmirësimin e funksionit të tiroideve, pra të qendrës, si të themi, që menaxhon energjinë trupore, por na shton edhe diurezën. E pse mos t'i marrim pak lule prej saj? Ja, mund të hedhim afërsisht 5-6 gjethe në gotën e çajit. Të gjitha këto. Nëse do të vazhdojmë pak më tutje, për ato që ne përmendëm, pra për ato organe, mëlçia, veshkat, mushkrit e kështu me radhë, le të shtojmë, pra tashin të kemi edhe pak njohuri më shumë se ndoshta emisionet e mëparshme, për të theksuar që majat elastarëve të ferrës, të pasura plot me polifenole, acide organike dhe flavonoide na ndihmojnë që veshkat të shtojë diurezën dhe të largojë metalet e rënda. Atëherë, sa mund të përdorim neve në një çajnik që mund të hedhim afërsisht 1 litër ujë? 1 deri në 2 lastar ferre. Atëherë, mund ta vendosim edhe këtë këtu. Pra, ne vendosëm bimë që ishin edhe për mëlçin, edhe për veshkat, pak edhe për sistemin e tretjes. Duhet të shtojmë këtu dhe këputjen, dhe ky çaj, si thuash, bëhet me të vërtet me 3 dimensione që të ndikoj fuqishëm edhe të mëlçia, edhe të veshkat. Veshka dhe sistemin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Pra, në këtë mënyrë neve mund të përdorim. Që do zi, doktora, apo ta lëmë të qëndroj të pushoj dhe të lëshohet? Mirë është që kjo të përvlohet kështu, afërsisht 10-15 minuta. Në mënyrë të ngadalt, kjo do filloj që të na çliroj ato xhevaire shumë të rëndësishme që të hapin portat, jo vetëm të mëlçisë, por të hapin portat ku të hyjë drita në organizëm, që ai lumi me të vërtet të vërshojë dhe të na shplaj toksina. Sa shpesh duhet ta konsumojmë? Mirë është që kjo të përdoret 2 deri në 3 gota në ditë. Mirë është ta marrim para buke dhe sigurisht çajrat të përdoren të pihen të ngrohta. Na ndihmojnë më së miri funksionin e mëlçisë me këtë çajin e ngrohtë që mund ta përdorim 2 deri në 3 gota gjithmonë para buke. Për sa kohë mund të presim që trupi ynë të ndihet më i lehtë? Jo më pak se 5-6 ditë ne do të ndjejmë benefitet të dukshme në organizëm. Duhet që të përdorim, unë e përmenda, produkte që kanë fibra. Një prej tyre është kjo musli ose tërshëra. Dhe në tërshër neve është mirë të shtojmë nga pak shafran të verdh, ajo turmerik, kurkuma që i thonë. Atëhere, ajo që ka sa më të verdh ta ketë ngjyrën kurkuma, aq më shumë kurkumin ka në brendësi. Ne na intereson që ajo përqindja e lëndës aktive në kurkumin të jetë mbi 2.5%. Kemi dëgjuar që të aktivizohet kurkumina duhet edhe piperi i zi. Po patjetër, atëherë unë nuk doja të dilja te piperi mix, por në piperin mix ne
te ky produkt i kemi harmonizuar më së miri 3-4 elemente që janë shumë të fuqishëm. Është kombinimi i përbërësve të piperit, kombinimi i përbërësve të trumerikut dhe njëkohësisht është futur brenda po njerëz që na ndihmon më së miri funksionin e mbëlçisë. Po. Vazhdojmë me të tjera se ka pafund bimë për të na ndihmuar për pastrimin e trupit. Një produkt tjetër që të na ndihmoj, për shembull, tretjen jashtëqitjen, të na ndihmoj tek mushkrit që të më krijoj një zbutës, por njëkohësisht të na nxiti pak atë peristaltikën e zorës që kjo të funksionojë më së miri. Pra, të mos kemi konstipacione kapslik në mënyrë të vazhdueshme. Atëre, sikur të duam që të kemi, për shembull, një fëmijë i vogël i cili mund të dalë jashtë një herë në 3 ditë, ose del duke ndihmuar me suposte, me gjëra e kështu me radhë. Ky fëmijë vuan për pak gjë, mund t'i japim pak vaj liri ose fara liri, por mund t'i grijim pak kështu finok në pjatën e gjellës. Kjo ndihmon më së miri, krijojnë ato si zbutësa, mucilagje dhe zora fillon të rifilloj aktivitetin e saj si më parë kur kjo ishte normale. Pra, nuk më ngarkon zora me toksina organizmin. Atëre, si mund ta përgatisim një çaj të tillë? Për shembull, neve mund të marrim të hedhim, le të themi në një gjysmë litër ujë, po një deg finok afërsisht kaq. Kjo ka atë aromën karakteristike të saj dhe shtojmë tek po ky çaj. Vjen si aromë uzoje dhe këto e dim nga finoku. Ndryshe i thot, populli i thot bima e uzos. Pra neve mund të hedhim finokun dhe mëllagën. Pastrojnë këto si gjethe dhe vendosen për shembull në një enë, në një çajnik. Duhet të shtojmë krahas kësaj hithra dhe mëllag. Pse i shtojmë këto të dyja? Ne nëpërmjet mëllagës realizojmë, si thua, kapjen e metaleve të rënda dhe ndërsa nëpërmjet hithrës neve mund të marrim dhe të realizojmë këtë gjë. Jo vetëm që nxitim epitelin renal, pra shtojmë diurezën, por kjo na pasuron organizmin edhe me mikroelemente të tjera. Pra, marrim këto gjethet e hithrës, i shtojmë këtu tek çaji. Në këtë mënyrë çaji bëhet me të vërtet i mrekullueshëm. Shtojmë pak gjethe mështekne. Mëllag, mendër e butë. Do t'i shtojmë ujin e nxehtë më pas, të cilin do shkoj ta marr tani. Duhet të zjenjë pak minuta, apo jo? Po, patjetër, po. 1 deri në 2 minuta nëse do t'i zjenjë, ja edhe gjethet e gingo bilobës, të cilat shiko të pastruara sa bukur që shkëlqejnë. Ja, kështu shkëlqejnë edhe trupi kur ne i bëjmë atë detoksifikimin e tij. Pra, kjo është një mënyrë që neve me këto pak përbërës, nëse kemi edhe radhiqen e shtojmë sigurisht, ose le të themi një rrugë dhe 2 punë. Radhiqa shumë mirë mund të shoqërohet edhe me hithrat në përbërësit e një byreku që do t'jetë me të vërtet shumë i shëndetshëm për organizmin. Byrek që ka më shumë lakra se sa brumë. Po, patjetër, po. Pra, ngjyra e këtyre çajrave i afrohet asaj ngjyrës së floririt dhe mund t'i quaj me të vërtet si çelësat argjend që hapin portat e organizmit për t'u toksifikuar. Ndërkohë ju keni si dhe çajin bimor të përzier. Është një çaj detoks i cili që është më praktikë, ka në brendësi të tij, po pikërisht pra në këto bustinat janë këto bim që ne përmendëm, këtu që i trajtuar në emision dhe janë për lehtësi përdorimi në kushtet e familjes. Ja, kështu. Por le të mos harrojmë, po patjetër janë të grira. Ato me njëherë ekstraktohen në çajin e ngrohtë dhe fillojnë që brenda direkt lëshohet ngjyra 3-4 minutash ajo të fillojë e të na çojë ato fitokimikatet në gotën e çajit. Po i lëm këtu përpara që të gjitha këto çajra që ne përmendëm nuk diskutohet që janë pa kimikate, pa shtesa, pa ngjyrues. Vetë bima
fillon që të na çliroj. Dhe ja. Çfarë roli kanë algat në largimin e toksinave? Pikërisht në largimin e toksinave, le të themi që ne duhet i shfrytëzojmë fuqinë e tyre magjike në largimin e metaleve të rënda. Çfarë bëjnë ato në të vërtetë? Lidhen me këto metalet e rënda dhe ja shqiten që të dyja së bashku. Plus kësaj, përbërësit e saj në gotën e këtyre algave, këto përbërës zbërthehen shumë lehtë dhe kthehen në energji të fuqishme për organizmin. Pra, jo vetëm një energji rigeneruese, por të jep një energji të brendshme dhe ti ndihesh si thuash si i ngopur me fibra. E në të vërtetë ne kemi marrë shumë pak alga, e cila duke që të shuhet ajo, si të thuash, që të bëhet e gatshme për përdorim, ajo do ujë që të tretet mirë dhe trupi të filloj të absorboj shumë lehtë. Pra, trupi i jep energji, por njëkohësisht i jep edhe energji pastruese, rinovuese, rigeneruese të tij. Si spirulinasia, klorela, janë alga deti dhe persona të cilët vuajnë nga tiroidi apo kanë tepritje jodi për shembull, duhet të kenë kujdes me përdorimin e këtyre dy plurave? Po sigurisht nëse TSH-i është me vlerën 0 përpara, ata është mirë që të mos ta përdorin këtë. Përgjatë, se ndoshta për një pak ditë, për pak mund ta përdorin, po përgjatë jo. Dhe thrasim një aleat shumë të fuqishëm që është likopsi, e cila ndihmon fuqishëm këtë kategori njerëzish, duke ndihmuar në largimin e jodit të tepërt, duke përmirësuar atë, si thuash, komandën që të marri tiroidja dhe të mos hedhi më shumë, mos prodhoj më shumë jod në organizëm se sa ka nevojë trupi, dhe njëkohësisht me këtë largimin që ai bën nga trupi të jodit të tepërt, të neutralizoj, si të thuash, ose të shuaj ato aritmit e zemrës. Këtu kam shtuar klorelën në një filxhan me ujë, një maj luge nga luga e çajit. Dhe kjo përdoret këtu kanë një aromë algash, kuptohet, për të larguar. Ndoshta nuk është shumë e pëlqyeshme, mund të shoqërohet me pak mjalt, shumë pak. Një lugë kafe deri në një lugë çaj. Mund ta përdori me esëll, është e mrekullueshme, pasi edhe ai mjalti që neve e përmendëm së bashku me apelzimat e kështu me radhë, na ndihmojnë më së miri në, si thuash, në sjelljen e organizmit në një formë të atill që ky të mos ndihet më i lodhur e i kputur, por të jetë aktiv, të jetë energjik. Kështu pra sollëm një panoramë se si të largojmë toksinat apo metalet e rënda, sigurisht që kjo bëhet në faza të ndryshme, mbarojmë një fazë, sërish trupi do ngarkohet, se s'kemi çfarë të bëjmë janë ushqimet, është ambienti, produktet kozmetike dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në ngarkesën e trupit, kështu që her pas here disa herë në vit mund të bëjmë një pastrim për veten tonë për të ndier sa më mirë dhe natyra na ndihmon fort për këtë. Shumë faleminderit doktor për bisedën, edhe për përgatesat që sollëm për publikun tonë. Ju urojmë një ditë të bukur. Materiali do të jetë edhe në kanalin tonë në YouTube-in Reze Dielli. Kalofshi bukur, shihemi nesër.